i nderuar profesor Vaso Pata, i nderuar profesor Spiro Caushi, i nderuar zoti Nestor Jonuzi, i nderuar zoti Skënder Spaiu, të nderuar pedagog, studiues, student, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të ftuar të nderuar. Mirë se keni ardhur në aktivitetin artistik Ndalesa e Maratonomakut. Narta, nëpërmjet pikturës, një ngjarje që synon të promovojë bukurinë dhe vlerat e nartës përmes artit pamor. Është një kënaqësi e veçantë që sot jemi mbledhur së bashku për të ndarë këtë përvojë artistike dhe kulturore, e cila na afron më shumë me trashëgiminë dhe identitetin tonë. Kam kënaqësinë të ftoj për fjalën përshëndetse rektorin e universitetit, profesore doktore Aurela Saliaj. Të nderuar të ftuar që na keni nderuar sot me pjesëmarrjen tuaj dhe i keni dhënë shumë shkëlqim intelektual kësaj salle. Të dashur student, ata pak student që kemi këtu prezent, të dashur personalitetet të komunitetit, personalitetet të jetës akademike. Ju falenderoj që jeni mbledhur sot, sepse sot është dita e parë ku ne lancojmë një cikël prezantimesh për vendbanimet dhe vlerat arkitektonike, kulturore, turistike në përgjithësi të qytetit tonë dhe të rajonit tonë në përgjithësi. Ky cikël prezantimesh titullohet Maratonomaku Univlora, synon që të flasi për historinë tërësore të vendbanimeve të ndryshme në qytetin e Vlorës, po edhe më gjerë në gjithë rajonin tonë dhe fillojmë sot duke prezantuar disa nga veçoritë karakteristike të identitetit të një komuniteti teje të veçantë që ndodhet në periferi të Vlorës. Ky prezantim, ky udhtim për mua është pa diskutim një moment shumë personal, përveç diskutimit edhe nismës institucionale që jemi duke prezantuar sot, sepse siç e dini, unë kam origjinën nga ai vend, po jo thjesht sepse kam origjinën. Jam rritur me kulturën e atij vendi dhe unë besoj që jam në gjendje ta vlerësoj diçka më tepër se sa banorët e fshatit, banorët e Nartës, pikërisht sepse nuk kam banuar për një kohë të gjatë aty. Por duke vajtur, duke jetuar, duke u rritur në një komunitet tjetër, të themi me norma, me kulturë, me identitet tjetër, sa herë veja, sa herë kaloja kufirin dhe futesha në atë fshat, sa herë takoja njerëzit, venim për ritualet, për festat e ndryshme, për dasmat, më duket sikur futesha në një realitet magjik, sepse komuniteti është shumë i veçantë. Tani, ky komunitet, në origjinën e tij, në vendin e tij të origjinës, sigurisht nuk do kishte asnjë gjë të veçantë e bën fakti dhe të rrallë e bën fakti që ndodhet në një komunitet më të madh që karakterizohet nga disa tipare të tjera kulturore. Shumë diskutime dhe studime janë bërë për origjinën e Nartës, do të thënë si ka mundësi që është vendosur një komunitet i tillë në një territor shqiptar, një komunitet me tipare të pastra greke është vendosur në një komunitet shqiptar, nuk ka një përgjigje si të dim përfundimtare për të. Mendohet që janë vendosur që nga antikiteti, por regjistrimin e parë kemi me defterat Osman të turqve në periudhën e mesjetës, diku tek vitet 1530, do me thënë në shekullin e 16. Por, kjo nuk tregon që aty ka qenë fillesat e vendbanimit, sigurisht që ka qenë më të hershme, thjesht ato ka qenë të regjistruara dhe të regjistruara me toponime ortodokse, dhe jo të themi si pjesa tjetër e komunitetit shqiptar. Pastaj sigurisht që ka shumë diskutime që nuk do t'i futem sepse sigurisht është çështje e ekspertëve të tjerë. Shumë interesant është emri Narta, shumë diskutime ka dhe për këtë. Një variant zyrtar është që është një nga toponimet slave të kohës së vërshimit slav në gjithë zonën, siç janë për shembull toponimi i Zvërnecit, i Novoselës, i Cerkovinës, që janë slave. Mendohet që mund të jetë edhe kjo, sepse nënkupton, domethënë ka kuptimin kejp në slavisht, nuk e di, sepse, jo nuk e di unë, po nuk është përfundimisht e përcaktuar, unë do doja vetëm të rriqja vëmendjen që ka një shpjegim shumë të bukur në gjuhën shqipe, fjala Narta, është që përafron të artën dhe ari, nuk e di sa mund të jetë nisur nga kjo, por që po të flasim për këtë pjesën e afrimit, për afrisë së emrit.
Ajo çfarë do doja unë të tërhiqa vëmendjen edhe me ato dy foto që kanë vendosur atje është ruajtja e identitetit të këtij grupi etnik. Kanë ruajtur një identitet në shekuj. Në një mënyrë që unë do ta krahasoja vetëm me mënyrën se si Arbreshët e Kalabris kanë ruajtur identitetin shqiptar. Kanë ruajtur kostumografin, zakonet, gjuhën, mënyrën e të menduar, organizimin shoqëror, që është një organizim shoqëror matriarkal, me qëra fjala shumë i veçantë. Dhe mua prapë më vjen shumë keq, sepse nuk jam fare profesioniste e fushës, unë thjesht i dëgjoj si amatore këto gjëra, por më vjen shumë keq sepse nuk ka pasur një studim për të gjetur për afërsinë e traditave dhe karakteristikave gjuhësore së paku, pastaj edhe të ritualeve të këtij komuniteti me një vend të origjinës në Greqi. Më thënë, me cilat nga vendet mund të ketë qenë i përafruar që të thuash nga e ka origjinën. Tek këto dy fotot që shikoni, tek foto e parë siç e shikoni është një foto shumë e vjetër dhe shkruar poshtë Albania Arta, siç jeni duke e bërë nga fotograf të huaj, sigurisht, dhe aty shikoni 4 fëmijë, 3 vajza dhe një djalë. Djali megjithëse është shumë në cep dhe në qoshe, ndoshta ju nuk mund ta dalloni, po kush është nga Narta e njeh shumë mirë kostumin karakteristik të djemve të Nartës, që ai djali i vogël e ka pas të veshur që në atë kohë. Besoj duhet jetë e periudhës së Zogut ose diçka më hershëm, ndërkohë që vajzat janë me kostume, jo vetëm me kostume karakteristike, sado në miniatur, por janë edhe me atë ritualin karakteristik të vendosjes së shtampës mbi kokë, me një rreth robe mbi kokë dhe mbi rrethin e kokës vendoset shtamba e ujit apo kanistrat, apo çfarë do lloj gjëje që ishte e nevojshme për t'u mbajtur, për t'u transportuar. Ndërsa poshtë keni një fotografi të kohëve të fundit ku vajzat e Nartës, jo në Nartë, për fat të keq, por në Athinë, kanë rikthyer traditën e këtyre veshjeve karakteristike që janë këto veshje, ky stil veshjesh. Nuk u thash ndoshta është e dallueshme me vështirësi që tek ato vajza të vogla atje, po ky stil veshjesh është stili që është ruajtur jo ndër vite, jo ndër dekada, por ndër shekuj, i pa ndryshuar nga pikpamja e kostumografisë. Tani unë kam bërë një përmbledhje të disa gjërave të veçanta që karakterizojnë komunitetin dhe vendbanimin e Nartës, nga pikpamja infrastrukturore, nga pikpamja kulturore, ritualeve dhe nga pikpamja gastronomike, që kam një slajd në fund, mund mos jetë shteruse, do doja të kisha më shumë nartiot këtu, më shumë antar të komunitetit të Nartës që të kishin mundësi të më plotësonin në këto gjëra që un kam evidentuar. Ajo që shikoni në fotografi është kisha e Shënjanit, është akoma sot, është një foto shumë e hershme që ka qenë pak e rrethuar me banesa në kohën kur është bërë fotografia, por tani normal që kisha është e njëjtë dhe ka të njëjtën pamje, por sheshi rreth e rrotull është disi më i transformuar. Siç mund ta shikoni fotografi me shumë gjasa ka pasur italian, se mund ta shikoni poshtë që shkruan San Giovanni. Po bëhet fjalë për kishën e Shënjanit ose kishën e Shën e Diellës, nëse nuk e kam gabim. Manastiri Shënmëris, ose ai që se shnihet në gjuhën popullore, Manastiri i Zvërnecit, është një element shumë i rëndësishëm infrastrukturor i gjithë jetës së Nartës, sepse pavarësisht se ka ndryshuar gjërat, ka ndryshuar aktiviteti, por të themi në kohën e parë, para se të futeshin ato rregullat e forta, rregullat e egra të monizmit, manastiri i Shënmëris ka qenë pjesë integrale e jetës së komunitetit të Nartës, ka qenë i krijuar prej tyre dhe pjesë e tyre, dhe është shumë i veçantë në të tillën, sepse ajo çfarë ka humbur tani është që të tërë i thonë do vemi në Zvërnec, do vemi tek manastiri i Zvërnecit. Por ai është manastiri i Shënmëris, është manastiri i Hyneshës dhe rituali kryesor, festimi kryesor i tij bëhet pikërisht në 15 gusht, që është dita e Shënmërisë. Dhe jo vetëm kaq, por ka qenë një kult fetar për të hyjnizuar femrën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë në intoni të themi me shoqërinë matriarkale në të cilën funksiononte komuniteti.
Për këto mënyrën infrastrukturën, se si ishin ndërtuar lagjet e vjetra me shtëpitë e bardha, të lyera me gëlqere, me rrugë të ngushta, në shumë karakteristike, do ta shohim pastaj, do flasi zoti Ed Kojani dhe do shohim shumë piktura të cilat janë frymëzuar prej tyre. Narta ka qenë fshat me sahat. Kemi në Shqipëri qytete me sahat që tregon ikon që binte sahati çdo një orë, po fshat me sahat, unë nuk e di sa të dytë mund të gjenden, jo në Shqipëri, po nuk e di edhe se ku. Ka pasur shkollë greke në 1873 deri në 1912 që u ndryshua pastaj sistemi qeveritar. Pse i kam vënë këto? Më thënë edhe sahatin, edhe shkollën, kazinon, stadiumin, fshat me stadium të dedikuar, më për vetë, pavarësisht se Vlora vetëm gjysmëore larg e kishte stadiumin e saj, për të thënë që ky komunitet ka qenë një civilizim i kompletuar më vete. I ka pas që të gjitha elementet e një civilizimi të pavarur, të themi, nga të tjerët. Dhe ta mendosh që sa territori vogël është, dhe sa numri vogël, relativisht i vogël banorësh ka pas qenë atë kohë. Por e kanë ruajtur shumë të fortë identitetin dhe e kanë mbajtur atë nivelin e civilizimit në nivelin më të lartë që mund të mbahej. Ajo çfarë do shikojmë edhe më shumë piktura më vonë, që është një element shumë i veçantë është Pusi i Kavallonës, që unë nuk e di, unë e kam mister, nëse dikush nga të pranishmit, ndoshta do të duhet të na e sqaroj më vonë, por unë nuk e kuptoj dot as sot e kësaj dite si ka mundësi që një pus ujë, në ku di unë 1 milion puse që ka pasur dhe ka Shqipëria, të jetë kaq frymëzues për syrin e një artisti. Aty nuk bëj asnjë gjë veçantë përveç faktit që mbushej ujë, përdore për ujë. Nuk është se kryen ndonjë fest apo ndonjë ritual i veçantë. Dhe megjithatë do shikoni sa shumë piktura janë bërë për atë pus. Janë bërë piktura vetëm thjesht të natyrës, janë bërë piktura edhe me njerëz, me konceptime grash, ose nga gratë përdorej rreth e rrotull. Pastaj bulevardi i ujit dhe i dashurisë, profesor Vasua tek libri i tij Narta nëpërmes pikturës o vetëm bulevardi i dashurisë, unë e kam vënë emrin bulevardi i ujit dhe i dashurisë profesor sepse të tillë e ka cituar Jakov Xoxa tek libri i tij. Tek libri Lulja e Kripës, që pas jush është libri i dytë që lë një vepër të shkruar të ritualeve dhe zakoneve të atij realiteti magjik që ka pasur, ka gluar në këtë komunitet. Është shumë i veçantë, nuk e di, ndoshta do zgjatesha shumë tu tregoja ritualet që ndodhin dhe pse quhet pikërisht bulevardi i dashurisë, se bulevardi i ujit është e kuptueshme pse i quhet, ka qenë rruga që lidhte fshatin me Pusin e Kavallonës. Por bulevardi i dashurisë, ndoshta dikush tjetër do ta shpjegoj se po është i kurioz, u a them dhe unë. Shumë rituale të veçanta, teje të veçanta janë zhvilluar në këtë fshat. Shumë i kam arritur unë si fëmijë, që sado janë shpërbërë gjatë kohës, edhe në periudhën e monizmit, po kur kam qenë e vogël që nuk ishte ndëruar akoma sistemi dhe nuk ishte filluar akoma periudha e imigracionit, shumë prej tyre vazhdonin të bëheshin, por ka qenë shumë herë më të forta përpara se të vendosej sistemi i monizmit dhe unë i kam vetëm të treguara nga babai im. Dhe në mënyra se si ai tregonte dhe pasioni me të cilin ai tregonte, më ka lënë atë mbres sepse kam qenë e vogël atëherë, por janë të pashlyeshme sepse janë gjëra jashtëzakonisht shumë të veçanta. Që nga karnavalet e Nartës. Shiko, karnavale nuk bëhen vetëm në Nartë, bëhen në shumë vende. Por Narta ka të veçantën e karnavaleve sepse i bën direkt pas Pashkëve. Dhe atë festën e ringjalljes jep tamam kuptimin e festës së një ringjalljes së një të vdekuri. Sepse procedura e Pashkëve, siç e dini, kush mund vej në Korçë, që është një vend shumë i rëndësishëm i riteve fetare, në Vlorë apo kudo që të jetë, bëhet ceremonia kishtare, hahet edhe dreka familjare të nesërmen, ditën e diel dhe mbyllet. Në Nartë ka qenë fest 3 ditë dhe pikërisht kjo bashkangjitje atyre që është sigurisht një ritual pagan, por një ritual pagan i kristianizuar, i jep jo thjesht bukuri festës, jo vetëm të bën ta ndihesh më tepër atë ringjalljen e Krishtit, ardhjen e pranverës,
por i jep edhe më tepër kuptim ceremonisë fetare, sepse riti pagan supozohej që ishte që nëpërmjet karnavaleve imitoheshin njerëzit e vdekur që ashtu si Krishti që u ngjalleshin edhe vinin 3 ditë vërdall nëpër fshatin, nëpër vendin e tyre. E përmenda një çik më përpara që po kështu ka festime dhe ka ceremoni edhe ditën e 15 kushtit për të hynizuar hyneshën në Shënmërin në manastir. Manastiri ka histori dhe rituale pa fund, që unë nuk e di kush mund të merret me këtë, po do me thënë duhen mbledhur këto histori, këto copza, tregimi dhe ngjarje, të mblidhen dhe të trashëgojnë dhe t'ua tregojmë njerëzve, sepse në kohët që ne po jetojmë po zbehet shumë ana shpirtërore në jetën tonë të përditshme. Kemi shumë nevojë për elemente të tilla që na lidhin ose na pasurojnë, të themi, atë botën tonë shpirtërore për të menduar diçka më tepër se sa ana materiale. Është një ditë, më thanë diku tek 25 marsi, po nuk e mbaj mend eksakt, që në Nart gatuaj vetëm peshk dhe tentohej deri tek 40 lloje gatime peshku dhe ngjalash, shumë e vjetër, e shuar si traditë që në kohën e Enverit, por që të themi, nuk e di të vjetrit, kur kanë qenë ata të vegjël, e kanë pasur akoma, e kishin si ritual. Parada e rushit, pastaj po ndoshta do flasim një çik më vonë për verën. Prodhimi i verës në Nart ka qenë industri më vete. Do të thënë që nga kultivimi, prodhimi, përgatitja e stafidheve, pegmezi, po sidomos kjo parada e rushit që shruajtur deri vonë. Edhe në kohën e monizmit ruaj që një ditë në shtator mbusheshin kanistrat edhe karocat, edhe tek stadiumi bëni një parad, një sfilat, po dhe gjithë me kosha me rush. Është një moment feste. Nuk është se tani sepse prap kthehem tek ajo që janë elemente që të mbushin anën shpirtërore, pavarësisht se ndoshta kapitpamja materiale apo praktike nuk tregojnë ndonjë ose nuk të sjellin ndonjë gjë të madhe. Bulevardi i Ujit dhe i dashurisë, në ky bulevard i dashurisë ishte sfilata e modës, bëj një sfilat mode që është tejet e veçantë, ka qenë atëre, është edhe sot. Pse? E para punë se ishte një sfilat mode e përditshme, ishte një sfilat mode që bëhej zbathur. Gocat gjithmonë, s'po them për gratë më të moshuara, vishin rrobat më të bukura që kishin dhe rrugën nga fshati deri te Kavalona e bënin eksaktësisht në formë sfilate siç ecin top modelet sot, dhe ishin të detyruar ta bënin këtë, nuk e bënin për sqim të themi, sepse nga që mbanin shtambat mbi kokë dhe kishin të tëra postur top modelesh për sfilat, ato nuk e dinin. Po të themi, do me thënë çfarë emërtimi kemi vënë sot neve veprimtarive të tilla. Dhe esni zbathur në Zhavor dhe normale vendin e parë merrte ajo që este më lehtësisht mbi pjesën e Zhavorit. Pastaj auditori, spektatorët e sfilatës ishin djemtë e fshatit. Dhe kjo është arsyeja pse quhet dhe bulevardi i dashur, po jo vetëm për këtë. Ja, unë po e them tash, le të ha sa të dua. Ideja ishte nëse një djalë donte t'i propozonte një vajze, mënyra e propozimit ishte duke i kërkuar të pinte ujë nga shtamba ato që ato kishin mbushur me ujë në kthimin nga Kavalona, nga pusi Kavalonës. Nëse vajza nuk donte, i thoshte jo, nuk mundem. Por nëse ajo pranonte, ktheheshin bashkë në fshat dhe lidhja ishte përfunduar. Dhe prandaj quhet bulevardi dash. Po përveç kësaj ishte normal kënaqësia më e veçantë e çunave që kishin mundësi të kullosnin sy, të kënaqeshin me ato figura vajzërore në veshjen e tyre më të mirë. Ritualet e dasmave pastaj nuk ka shanse, për këtë duhen bërë emisione, seanca të veçanta. Unë nuk kam parë në asnjë vend. Unë nuk jam rritur në Nart. U thash që veja her pas here, sepse ashtu e kishin punën prindrit e mi. Gjysmën e prejardhjes time nuk e kam nga Narta, kështu që kam parë shumë dasma në vende të tjera. Sot e kësaj dite ka ndryshuar komplet mënyra organizimit të dasmave. Asgjë nuk krahasohet me atmosferën e dasmës që ngrihej në Nart. Dasmat në Nart zgjasnin 10 ditë, 10 ditët me ritualet veçanta. Kishte gjëra të veçanta veç për të bërë. Tek të gjitha këto nuk i futemi atyre, por po ju them që dasma në Nart ka qenë një institucion më vete. Qoftë edhe ajo ceremonia se si dhëndri
priste nusen dhe pastaj vazhdonte, por edhe pa fakti që dasma vazhdonte edhe pas ditës së diel, edhe ditën e hënë edhe ditën e martë. Tek shtëpia e djalit gjithmonë, se tek vajza e mbyllnin ditën e diel se hidhroheshin pastaj që u iku vajza sigurisht. Shumë pak dua të prek veçoritë gastronomike sepse të veje në nartë në atë kohë do ishe, do me thënë, në atmosferë ishin avujt e verës, e bërësisë së verës dhe sigurisht aroma e gatimeve të peshkut dhe të gjallës janë shumë karakteristike. Ndryshe nga gjithë pjesa tjetër e komunitetit që ka qenë kryesisht me natyrë blegtorale dhe jetonin nëpërmjet kulturave blegtorale, narta gjithmonë ka jetuar me kulturën e peshkut, me gatimet e peshkut, me prodhimin e verës dhe të vajit të ullirit, do me thënë një guzhin, një gastronomi tipike mesdhetare. Vera që prodhohej nuk më takon sigurisht prap mua ta them atë fjalën më të mirë sepse ata që e kanë provuar, ata që e kanë shijuar në atë kohë e din shumë mirë për çfarë po flas. Ka qenë eksakt e meritonte eksakt të shprehjen. Vera nuk të de po të këndon. Shumë mirë, zakonisht shumë cilësore dhe origjinën e kishte tek vreshtat. Tek përqindja e alkoolit, përqindja e sheqerit në ato kuckat e vogla të vloshit, të cilat e arrin një përqindje deri në 25%. Thjesht ky element tjetër, mase nuk ka qenë shumë, kjo elementi i lagunës së nartës, ndoshta nuk është shumë i lidhur me kulturën dhe identitetin e përgjithshëm të jetës në komunitet, por është një nga arsyet pse emri i nartës është i njohur ndërkombëtarisht. Gjithë bota e njeh lagunën e nartës pikërisht sepse laguna e nartës është aeroporti i mira shpendve dhe sidomos i flamingove dhe pelikanit kaçurel. Tani në përgjithësi, për ta mbyllur këtë referim të shkurtër, që unë këtë radhë kisha qef ta bëja vetë, ne do vazhdojmë me vendbanime të tjera të cilat do jenë të veçanta dhe do referojnë sigurisht persona që i njohin më mirë ato vendbanime. Unë e zgjata një çik sepse u thash edhe një herë, e njoh më nga afër historinë dhe identitetin e komunitetit për të cilën po flasim. Unë do doja të bëja një thirrje, nuk e di nëpërmjet mediave, për çdo që mund ta dëgjoj, struktura shtetërore apo struktura private, që ne po lëm të na vej dëm një aset të paçmuar turistik. Kush ka qenë në Barcelonë e di që brenda qytetit të madh të Barcelonës, që çfarë nuk ka një fshat që quhet Pueblo Español. Është fshat spanjoll që është komplet i mbyllur dhe e kanë lënë të ngrirë si në mesjet. Është një gjë që shumë lehtësisht mund të bëhet edhe në nart. Zona e vjetër duhet të mbyllet dhe të mbahet e ngrirë në atë kohën dhe identitetin që ka pasur. Duhet të ringjallen rituali dasmave, ceremonie dasmave që kanë qenë atë, jo për t'i bërë, jo t'i bëjmë dasmat ashtu, po duhen bërë skenime që të kenë mundësi t'i ofrohen turistëve. Është një, përveç se është vërtet një vend me shumë vlerë, është një vend që siç mund ta shikoni ka tërhequr syrin dhe shumë elemente të tij ka shërbyer si muzë për artist, për piktor, që nuk është e lehtë të bësh interesant në syrin e një piktori, por shumë piktor e kanë parë interesante shumë aspekte të ndryshme të nartës, siç do ta shikojmë në vijimsi, por jo vetëm për këtë. Është një aset i paçmuar turistik. Dhe është një identitet kulturor, është një histori që është gjunaf të mos ja potencojmë vlerat dhe të mos e shërbejmë pastaj për të hyrë në punë zhvillimi turistik, potencialeve të zhvillimit turistik të gjithë rajonit. Ju faleminderit dhe një herë dhe ju uroj shikim të këndshëm të ekspozes në vazhdim. Narta e ka pasur kështu për e hap me një gotë raki, e ka pasur pjesë të përditshmërisë, familjet e natë. Lejoni t'i jap fjalën zotit Aleksandr Zoga, kryetari i shoqatës së nartës, për fjalën e tij përshëndetëse. Aurela, prezantimi ishte shumë shtërrues për nartën. Unë nuk kam faktikisht për të thënë shumë fjalë për nartën, vetëm do bëj një fjalim shumë të shkurtër për përshëndetës. Të nderuar miq, është një kënaqësi e veçantë sot që jemi mbledhur sot së bashku në këtë aktivitet kulturor, artistik, akademik në kuadër të ciklit Maratonomak Univlora, një vendbanim, një histori.
Sot përmes kësaj seance tematike do të udhtojmë përmes drejt një prej thesareve më të çmuarave të rajonit tonë, Nartës. Por ky nuk do të jetë një udhëtim i zakonshëm gjeografik. Do të jetë një eksplorim i thellë artistik emocional, ku Narta shfaqet përmes gjyrave kujtesës dhe shpirtit kryes të profesor Vaso Patës. E mbështetur në veprën e autorit, profesorit Vasos, kjo qasje na fton të shohim Nartën jo thjesht si një vendbanim, por si një univers të gjallë artistik, ku historia, tradita dhe identiteti ndërthuren natyrshëm me pikturën. Përmes shtëpive, rrugicave, kishave, aromave, shijeve dhe portreteve njerëzore, ne, nëpërmjet këtij libri, do të zbulojmë një realitet që të kalon kohën dhe mbetet i gjallë në kujtesën tonë kolektive. Në këtë kuadër, më lejon të theksoj edhe rolin e rëndësishëm të shoqatës tonë, shoqatës Narta, e cila për shumë vitesh ka qenë një promotor i palodhur i vlerave kulturore, historike dhe artistike të kësaj zone. Në cilësinë time si kryetari i shoqatës, ndihem veçanërisht nderuar që jam pjesë e këtij aktiviteti dhe që jemi mundur të kontribuojmë nëpërmjet organizimit dhe shumë promovimeve dhe aktiviteteve kulturore të ngjashme, duke mbajtur gjallë identitetin dhe trashëgiminë tonë të Nartës. Në mënyrë të veçantë, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të sinqertë zonjës Aurela Saliaj dhe Universitetit të Vlorës Ismail Qemali për organizimin e këtij aktiviteti kaq të bukur të domethënës. Angazhimi i tyre është një dëshmi e qartë për kushtimit të promovimit të kulturës, artit dhe trashëgimisë tonë të gjithë rajonit të Vlorës. Fund, unë dua të falenderoj profesor Vason, sepse përmes veprës së tij ai ka arritur të sjellë Nartën jo vetëm si një vend, por si një përjetim të gjallë, artistik dhe shpirtëror. Kontributi i tij është një pasuri vërtet jo vetëm për neve nartiotët bendoj, por për gjithë rajonin e Vlorës dhe një frymëzim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Ky aktivitet nuk është thjesht një prezantim, por një ftesë për reflektim, mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë tonë kulturore dhe fuqinë e artit për ta përjetësuar atë. Ju falenderoj për pranimin tuaj dhe ju uroj një përjetim sa më të bukur në këtë udhëtim artistik. Është kënaqësi pjesëmarrja juaj të ndajmë së bashku çaste të tilla të rralla e të bukura qytetarie. Vaso Pata është një aristokrat shqiptar i fizikës. Njëri me fat dhe fatlumturisht mirënjohës ndaj vendlindjes dhe visareve të saj njerëzore dhe natyrore. Ai tashmë është i certifikuar si monografist i simboleve të Vlorës në pikturë, monografist i Nestorionuzit, njërit nga 14 piktorët e popullit që ka Shqipëria. Gjithashtu, Vaso Pata është firmëtari i parë i Nartës përmes pikturës. Së pari, Narta është magnet. Tërheq, ka energji pozitive. Kjo kartolinë e trisht, me bujarinë e saj ka falur artit rreth 200 piktura, ndoshta rast unikal krahasuar me të gjitha fshatet e tjerë në Shqipëri. Kaq mund të them për Nartën. Së dyti, piktura, si vetë emri që ka, është mrekullia e ngjyrave që na fal Peneli. Ne kemi se meset krenoj të famshmen shkolla vlonjate e pikturës. Kaq mund të them për këtë. Së treti, Vaso Pata, që plotson dhe jep frymë shkrimore kësaj trinie magjike, Narta, piktura, Vaso Pata. Tu mendoj se vlen të shpreh dy fjalë. Nuk po flas për linjën e tij më 8 dhjetor 45 në Nartë, për shkollën e mesme si alidemist, për studimet e larta në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Lekën e Fizikës 64, por kujtoj që në vitin 2007 kam botuar në gazetë ndryshe një shkrim me titull "Rriten për masat e Universitetit Ismail Qemali Vlorë". Kundër të tjera shkruaj: i mirënjohur në Vlorën arsimore e njerëzore, simboli mësuesi të vërtet, me një përvojë të gjatë pedagogjike dhe emër të respektuar në drejtorinë arsimore rajonale të qarkut Vlorës. Vaso Pata është
një nga ikonat e fizikës vlonjate. Ai studion, shpjegon, shkruan, boton, krijon e për herë punon me vullnet balzakian në fushën e tij. Ka botuar disa libra metodik dhe popularizues të shkencës. Metodik për zgjidhjen e problemeve fizikës 1 dhe 2. Sekretet bërthamore. Nobelistët. Metodik për zgjidhjen e problemeve fizikës ripunuar. Problemat të zgjidhura fizike për klasat 6, 7, 8. Vaso Pata ka një provojë mbi 35 vjeçare, 40 vjeçare në arsim, duke dhënë lëndën e fizikës pothuaj në të gjitha shkollat e llojet e tyre, nga Kuçi deli Sufe Dëllonj, nga Rukumi në Dushkarek e Shkoz, në gjimnazin Halim Xhel Vlorë. Ka punuar me nxënës pjesëmarrës në olimpiadat lokale dhe kombëtare të fizikës. Prej vitit 93 punoi si inspektor i metodist pranë drejtorisë arsimore rajonale të Vlorës. Krahas punës si inspektor, ka dhënë lëndën e metodikës së fizikës në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Ka organizuar disa olimpiada lokale dhe rajonale me nxënësit të klasave të 6, 7 dhe 8. Është autori një numri të madh tekstesh të fizikës për shkollat nëntëvjeçare, të mesme të larta. Studentët thoshin, po dhe sot po ta kenë mundësinë t'u jap mësim profesor Vasua, mund të thonë, na vjen turp kur jemi në auditor para tij aq pa përgatitur. Ai në mësoi metodikën e fizikës, jemi njohës. Vaso Pata ka një stil të veçantë të shkruari. Fjala vjen. Te metodika për zgjidhjen e problemeve të fizikës, librin e ka konceptuar në 2 pjesë dhe përmban metodën e zgjidhjes problemeve të fizikës përgjithshme, shoqëruar me 1000 probleme gjysmë të cilëve janë të zgjidhura. Libri, duke perifrazuar thënë një statistit njohur amerikan, sqaron autori, nuk synon t'u jap peshk nxënësve, por synon të mësojnë ata se si do të peshkojnë vetë. Te libri Sekretet bërthamore. Autori shpalos dijet e tij në funksion të admiruesve e kuriozëve të shkencës për sekretet bërthamore, ato të natyrës shkencore, teknologjike o ushtarake, për jetën dhe veprimtarinë e personazheve kryesore të fizikës bërthamore, për historinë e zhvillimit të saj. Te nobelistët në fizikë. Merita autorit është se ka bërë një libër ku flitet për nobelistët e fizikës, për jetën dhe veprimtarinë e tyre që nga 1901 deri në vitin 2001. Ka dhe indeksin e fituesve të çmimit Nobel në të gjitha fushat, jo vetëm kuriozitet. Vaso Pata ka gjurmët e tij në arsim në të gjitha nivelet në Vlorë, jo vetëm si mësues e metodist, po patjetër edhe si pedagog që solli risi bashkohore në Universitetin e Vlorës. Vaso Pata është i njohur në qytet dhe gëzon minjojën qytetare fituar me jetën dhe veprën e tij në edukimin e saj sa brezave. Është mjeshtri autorit që dobi në shkencës na bie bukur, sa të na ngjall emocione e të na sjell kënaqësi. Është burr zotni e mend i hapur, që guxon e futet në detin e gjëre të thellë të detyrisë me stilin e tij të preferuar të notit. Vaso Pata punoi për vite të tëra në ndërmarrje të vështirë, por lakmuese, legjendare e torturuese, me një këndvështrim krahasimtar, por lavdrues siç janë simbolet e Vlorës në pikturë. Dhe e dorimban e faqebardh, falë dhe mundësi si koleksioniste i veprave të artit, si mik i artistëve, si intelektual guximtar me intuitin profesionale të vëzhgimit, si dhe duke që një studiues i vëmendshëm, i pasionuar dhe këmbgulës ndaj vlerave qytetare dhe kulturore, që na adhurojnë piktorët me koleksionet e tyre aq të bukura e mbretëronëse. Pata fatin të jem autori parathënies monografisë në Storionuzjet Vaso Patas, kundër të tjera përshkruhet edhe udhëtimi gjatë i misisë së fizikantit të madh me piktorin e ditur. Atë monografi nuk do ta quaj ngushësisht një libër të Vasos për Nestorin. Vaso Pata shkruan për dritën dhe shpirtin e Vlorës. Vaso Pata e do shumë vendlindjen. Ndjenjë kjo që shpreh natyrshëm dhe me krenari fisnike për nartjotët e tij, personalitetet të njohur si Nikolaj Andrea Qirko, Kristaq Adon Pata, Aurela Alekos Dai Saliaj, Alfred Apostol Shuta, Kleopatra Skalto Dokle, Mjallaq Vangel Qilleri, Fane Seva, Lefter Diamanti, Nasi Gjuveli, Doktori, Lazar Petro Nasto, Fredo Berberi e të tjerë, mend i hapur, Durar, te Bujar, për rrugicat, shtëpitë e kishat, për lagunën, kriporen, shijen, aromat e ngjyrat, për kavalonën e nartës dhe të piktorëve, për ishun e manastirit si një simbol i pikturës vlonjate. Ai ndjek me vëmendje dhe falënderimi ata që bëjnë për nartën ku ka lindur,
Nuk ka se si t'i shpëtoj Vasos fakti që Nestori ishte piktori parë vlonjat që zbuloi dhe shijoi magjin e rrogicave të Nartës. Kavalone e parë në arkivin e pikturës vlonjate është në teknikën akuret nga Vasil Talo, i cili është dhe pioneri i shkollës vlonjate të pikturës, siç e quajti kritiku Kudret Velsha. Fizika dhe pikturën i bashkojnë edhe ngjyrat, të cilat Vasoja i zotron shkencërisht, ndërsa piktorët me motive në arte, që nga Vasil Talo, Skënder Kamberi, Nestor Jonuzi, Adrian Devolli, Agim Haxhiraj, Agim Sulaj, Agrone Akupi, Alfred Nini, Alfred Shuta, Anesti Diamanti, Anila Kondi, Arsen Kurti, Artan Shabani, Bojar Kapo, Bariam Mato, Drini Shehu, Imignori Edikojani, Edmond Diamanti, Angel Dine, Eraldine, Klaus Hyso, Krisaj Pavli, Koço Zhezha, Panajot Vido, Petraj Stefani, Plum Bylyku, Piro Stefa, Ornella Zogër, Kip Shabani, Renato Doko, Ronald Runoj, Viktor Bekosalaj, George Talo, Jorgo Vasil Talo, Ilion Belaj, Zeqira Lizotje të tjerë, i përdori mjeshtrisht duke njohur mirë dhe shijuar ato si pas rasit motivit e gjenisë. Autori ngre një shqetësim për humbjen e vlerave autentike të trashëgimit kulturore, sidomos të kulturës materiale dhe jo vetëm për banesat e vjetra aq karakteristike, jo vetëm në art. Sot shtëpitë e vjetra po shëmbjen. Vendin e tyre po e zën shtëpi të reja shumë katëshe. Rrogicat po zhduken njëra pas tjetrës. Pas disa vitesh s'ka për të mbetur asnjë prej tyre. Ato do të mbjetojnë vetëm në tablot e Nestorit e të piktorëve të tjerë, duke fituar në këtë mënyrë vlerën e dokumenteve të pazvendësueshme. Nga që librat e botuara të profesor Vasos, qoftë ato të fushës arsimit, të metodologjisë, mësimdhënies, qoftë botimet shkencore, ato të fushës së artit, i kanë përfshirë në të dy bibliografitë e Universitetit Ismail Kemal Vror 2006-2023, nuk po ndaloj më tepër në zbërthimin e tyre orientues për lexuesin për të mos dalur më tej objektit të tij takimi. Dua t'i mbyll me dy fjalë dashamirëse këtë ditë falënderimi për trinin magjike, duke ju bashkuar urimit që bën dramaturgu dhe shkrimtari i njohur shqiptar, inxhinieri gjeolog Mihallaqi Lleri nga Narta, për intelektualin e shquar të Nartës, mësuesin, pedagogun, kritikun dhe publicistin, mikun e tij të hershëm Vasopata. Libri i tij, Narta përmes pikturës, është një kontribut tjetër në njohjen e shkollës vlonjate të piktorëve aq të shquar, por edhe një dokument historik për vendbanimin e madh të nartjotëve. Vlerat e këtij botimi e ka përzejë në thjesht shkrimtarin, në kushtet e shëmbjes së banesave të vjetra e lagjeve autentike, brezat të antarshëm do të kenë me se të mburren, thot Mihallaqi. Që Narta të mos e humbas magjin për piktorët dhe kënaqësinë për vizitorët, vertikaliteti do t'i kthejë të dy syt nga kjo qytet fantastike, nga ky magnet tërheqës për të kthyer bitë nëna, për të lulëzuar mërgata. Faleminderit, dhe tani kam kënaqësinë të ftoj zotin Edi Kojani, një piktor i njohur në qytetin e Vlorës dhe Mëgjer, për të na prezantuar mënyrën se si paraqitet identiteti i Nartës përmes pikturës në librin e profesor Vasopata. Narta ndodhet pranë lagunës, një zonë me ujëra të qeta, drita të buta dhe reflektime shumë të bukura. Këto krijojnë skena ideale për pikturë, sidomos në lindje dhe perëndim. Zona ka një dritë madhështore, qielli, deti, kriporet dhe toka krijojnë kontraste të forta dhe ngjyra të pasura. Ky kombinim i dritës, natyrës, por edhe traditës është një studio natyrore për piktorët. Narta nuk është thjesht një vend, por një motiv artistik. Nuk ka fshat në Shqipëri që të ketë motivuar kaq shumë piktor si Narta. Ka qenë ky fakt kaq interesant që të lindte ideja e librit Narta përmes artit pamor. Kush tjetër përveç një nartjoti, kush tjetër përveç se Vasopatës, që ka kohë të gjatë që shoqërohet me piktorët, që koleksionon vepra arti dhe që ka shkruar për ta. Ky libër vjen si një vepër arti më vete rreth Nartës, duke sjellë atë si një shtresëzim të mrekullueshëm vlerash. Ideja se rrugicave të saj, kostumeve, kishave e peizazheve janë vërsulur aq shumë piktor, tregon vlerat arkitektonike e piktorike që mbart ky vendbanim i vjetër, krejt i veçantë për gjithë Shqipërinë. Kjo e veçantë e këtij vendbanimi është vendosur në shkëlqimin e veprave të artit. Është shkruar për Nartën, por ky libër e shikon dhe e pasqyron krejt ndryshe, duke dhënë imazhet piktorike të saj prej autorëve të ndryshëm nga më të vjetrit dhe deri tek më të rinjt,
madje të pikturuara disa herë pra të njëjtin vend. Në rrugicat e mrekullueshme të Nestorit ndihet çdo gjë që përfaqëson artën, po kështu të Arsenit, Agimit, Petraqit, Bujarit e shumë të tjerë. Vasoja rëmbet pas kujtimeve, hyn nëpërmjet tablos në ato rrugica, shikon e përjeton kohët e largta qysh nga fëmiria e tij, tregon për familjet të afërmit dhe për jetën. Kjo e bën të krijimtaria artistike dhe një vlerë të jashtëzakonshme dokumentimi. I afërm tashmë me artin e pikturës, teknikat, veçoritë stilistike, autori tundohet të komentoj këndvështrimet e ndryshme të artistëve, akoma dhe për të njëjtin motiv të zgjedhur. Një pikturë nuk është thjesht një vend, por vendi plus syri i artistit, vendi plus ndjenja, vendi plus stili. Kjo e bën akoma dhe më të pasur këtë trashëgimi artistike, që mund të themi se është testamenti më i saktë, hipotekimi i vlerave estetike e artistike të nartës. Kultura e autorit si intelektual i lexuar e udhëheq në rrëfenjën e tij drejt një trajtimi të librit si një tregim letrar. Ai natyrshëm, siç ndërthur imazhet me historinë, hyn në përshkrime artistike të natyrës apo marrëdhënieve njerëzore. Me shumë humor, përmes numrit më të madh të piktorëve që kanë kapur të njëjtin motiv, Vasoja shpall mis rrugicën apo mis shtëpin. Fshati ka një histori dhe një komunitet me rrënjë të forta, kulturë që shpesh bën subjekt pikture. Ngjyra e veshjeve, thot autori, te i kalonte ngjyrat e ylberit. Duke marrë shkas nga piktura që pasqyrojnë lagunën, autori flet për të, për historikun, rolin e saj në jetën e fshatit, kujton nga jeta e tij fëminore, flet për gjallësat që shërbenin si ushqim për banorët, perëndimet e bukura, flamingot, këta banorë të rinj që sipas autorit tashmë i kanë dhënë edhe lagunës statusin e Miss Laguna. Laguna vjen në telajo jo nga pak piktor, me bukurinë e perëndimit mbi të, me flamingot, me varkat dhe çdo gjë që e rrethon. Akuarelet e shumta të Agim Axhirajt, punë të Bariamatos, Eraldines, Tan Shabanit, Kristaj Pavlit, Ornella Zoga, Anasti Diamanti e të tjerë. Kriporja ka qenë gjithashtu një motiv pikture. Piktori ka kapur atë detaj që identifikon më shumë atë dhe Vasoja e komenton aq bukur dhe nuk ri pa folur dhe për kripën, duke na çuar deri në perandorinë romake me kuriozitet e informacione që lidhen me kripën. Këtë ai e bën vazhdimisht. Edhe kur flet për vreshtat, ullishtet, për verën, vlosh, ai të njohur të asaj kohe, apo për kuzhinën e pasur artiote, kjo vjen si një tablo e bukur pikture e pasur me ngjyra dhe detaje. Dhe përsëri Vasoja na çon larg, këtë herë deri në Venecia, për të krahasuar diçka me zakonin e tyre në natën e vitit të ri, që i njëjti ishte edhe në nart. Dëshiroj të citoj diçka nga libri për fshatin. Narta ishte e pasur dhe me tinguj, klithmat e shpendëve të lagunës, cicërimat e gëzueshme të gjithfar zogjve, të ullishteve, nuk arrinin të prishin qetësinë e fshatit në ditët e zakonshme. Por rënjet e kampanave në rast të gëzimi a i dherimi, trokitjet që shënonin kohën nga këmbanorja, ritualet muzikore që dëgjoheshin gjatë festimit të karnavaleve apo në raste të tjera festive e ndiznin atmosferën. Vetë nartiotët këndonin për qefin e tyre në raste festash e gëzimesh, por them se ata ishin aq të ndjeshëm sa dëgjonin dhe kristalizimin e kokrave të kripës, ndjenin buisjen e bisqeve të reja të pemëve, çeljen e gonxheve të luleve apo ngjizjen e kokrave të rushit dhe të ullinjve. Çdo pikturë ndryshon nga tjetra në bazë të këndvështrimit të autorit, akoma dhe të gjuhës së tij artistike.
Nuk mund të mungonte në telajot e piktorëve Kavalona, që ka vlera historike, gjeografike dhe piktorike. Dikur Kavalona ka qenë burim jetë për fshatin, ndërsa sot ajo e ka humbur magjin piktorike. Prania e grave dhe vajzave me kostumet karakteristike, kotruvet të pusi ishin një nga motivet simbol për pikturë. Kompozimet janë nga më të ndryshmet, por e përbashkëta e tyre është ana shumë poetike e lirike që i përshkron. Vasil Talo ka sjell i pari Kavalonën në pikturë, është piktura lart. Po, kjo këtu. Duke organizuar figurat rreth pusit në qendër të tablos, ka një ndërveprim midis tyre, dikush flet, tjetra bëhet gati të niset, ka një fines në vizatim dhe gjithë tabloja përshkrohet nga një ndjesi shumë romantike. Ndërsa Skënder Kamberi i jep një rëndësi më shumë raportit të ngjyrave në kompozimin e tij kushtuar Kavalonës, se sa intimitetit të figurave dhe marrëdhënieve, duke i parë ato disi më nga distanca më larg, por që tabloja ka një atmosferë shumë magjike e tëra. Rruga që lidhte fshatin me Kavalonën quhej Bulevardi i Dashurisë, sepse në për të kalonin artiotet si në parad mode, përshkruan autori, të ndjekura nga sytë e djemve të fshatit që luanin apo shikonin ndeshje futbolli aty pranë. Alfred Shuta, Viktor Bejkosala, Gimaxhiraj janë pra të pafund piktorët, rreth 50 piktorë dhe kemi rreth 50 piktura kushtuar Kavalonës. E përbashkëta e të gjithëve, natyrisht që është veshja karakteristike e luseve dhe grave, prania e pusit patjetër dhe e kotruveve. Alfred Shuta është nga Narta. Manastiri, njësoj si Kavalona dhe manastiri kishte misterin e tij, veçantia e tij me ishullin që është aq e dukshme sa s'ka piktor e njeri që të mos e vizitoj. Ishulli me manastirin e tij bizantin dhe rrugicën prej druri është një motiv shumë estetik dhe shpesh shfaqet në piktura për shkak të qetësisë dhe harmonisë vizuale. Forma, marrëdhënia me hapësirën, kontrasti që krijon, reflektimi, misteri, të gjitha këto janë pasqyruar nga piktorët, secili duke parë në një kuadrat konvencional të vetin, sepse në art jepet jo vetëm realiteti, por krijohet realiteti artistik. Arti shndron ëndrrën në realitet dhe realiteti në art. Të shumt janë piktorët Rakip Shabani, Renato Doko, Julion Belaj, Zeqira Lizoti, Angjëll Dine, Edi Kojani, Agron Jakupi, Bajram Mato e të tjerë. Dikush e merr nga distanca gjithë ishullin apo nga lartësia, tjetri e fokuson afër me dritë mëngjesore apo perëndim, pra ka një larmi pika shikimi dhe trajtimi. Nuk ka ngelur piktor, pra themi pa e trajtuar këtë ishull.
Ky është akuarel, pra me bojra uji në letër. Ndryshe nga të tjerat që janë vaj në telajo. Në këtë koleksion, profesor Vasua ka mbledhur dhe një sër portretesh nga autor të ndryshëm. Këtu është figura dhe portreti i tij nga piktori dhe miku i tij Koço Zhezha. Në sfond, autori ka zgjedhur të vendosë një pjesë të koleksionit të profesorit me vepra arti. Fëmia i vogël mban atë objektin apo shandanin që ka qenë simbol atëre i tre fjalëve: lumturi, dashuri, pasuri. Pra është fruti i ftojit, i shegës dhe i mollës. Këtu janë në një ceremoni dasme. Në këtë vepër, autori përtej qëndrimit të zakonshëm të nënave dhe grave që rinin në ato rrugica për të bizetuar, më shumë ka dashur të japi marrëdhënien me kohën, pra të banorëve me kohën, duke marrë shkas nga ky raport i grave në pjesën e majt duken ato gjërat e shkatruara të prishura që tregon që nuk ka fuqi punëtore, njerëz, pra ikja, plag, si të themi, të jetës të kohës të... Berberi i natës si pas Agim Sulajt. Pra përveç kotruave, në kokë transportonin edhe kanistra të ndryshme
autori ka dashur që Shërmërin ta vesh me kostumin e nartës. Dhe këtu Roland Runaj, që ka bërë profesor Vason, në stilin e tij pak më impresionist, më ekspresionist. Në parathënien e librit Narta përmes artit pamor, shkrimtari Mijalla Qilleri thot: "Ky libër vizionar është një thirrje për të mos rënë errësira mbi nartën tonë, për të mos perënduar dielli i shpresës." Për ta mbyllur do të thoshja se narta do parë si pasuri kulturore, si burim frymëzimi, si mundësi turizmi, art dhe kulturë. Do desha ta imagjinoja me shtëpitë e rrugicat e restauruara, me fëmijë në rrugicat me gur të vegjël, me bujtina, me studio artistësh, me kafenet tradicionale, galeri të vogla arti, artizanat, guida me kaone në lagun, si dhe ofrim përvojash lokale, si gatime dhe gjëra të tjera të traditës. Faleminderit. Faleminderit zoti Kojani dhe tani më lejoni të jap fjalën autorit profesor Vaso Pata. Bertin, mikun tim, edhe Kojani. Ishin organizator. Dhe sidomos pjesëmarrës të gjithë, sidomos piktorët që i kam miq. Kam një koleksion të pasur me piktura. Një pjesë i kam derë, një pjesë mi kam dhuruar. Edhe nuk rri do të pa falenderuar dhe mikun tim të hershëm dhe redaktorin e librave të mi, Vladimir Hoxha. A i një redaktor. Pastaj lash për në fund atë gruan time se ajo më jep shumë mend të bëj edhe më mërzit shumë për ato. Çdo gjë që shkruaj unë e para është ajo që i lexon. Edhe e fut shumë direkt ajo vërejtë. Sa më mërzit mua. Nuk di të thotë në vend të më thotë më këto i ke bërë bukur këto kështu e pastaj të shaj sa doj, po jo fillon me sharje. Me një arsye. E para, që ku marrë vesh temën, më pëlqeu dhe atë diskutuam me kolegët tona të Departamentit Gjuhës Shqipe e Letërsisë, ne këtë mund ta vazhdojmë tek MKT-ja si program, si tema për vazhdimsi, sepse ishte shumë interesante dhe them ta thellojmë këtë tematikë. E dyta u kënaqja, jo vetëm se bëj fjalë për nartë, një nga zonat që çdo vlonjat duhet të krenohet për 1001 arsye, por për faktin që ju ishit të pjesë kryesore, sa edhe unë kam shumë respekt për ju. Edhe pse e thash që fizika nuk ka qenë asnjë lënda ime preferuar, juve na e keni bërë aq të dashur, po keni qenë aq skrupullozë sa edhe kur doja një notë më të mirë nuk ma keni vendosur kur. Ishte kënaqësi që jam me gjithë miqt këtu, edhe të fenës kur i thon, por edhe të pikturës, dhe ju mik i nderuar që redaktoni shkripet e profesor Vasos, keni një vlerë të veçantë. Shumë faleminderit dhe ishte vërtet një kënaqësi. Do të ishte një takim shumë i bukur. Këtë tubim që të thuash për mikun tim për Vason, sepse i meriton të gjitha ato fjalë që thanë aty, po do them biruafe për ashtu si e njohun Vason dhe për prirjen e tij për dashurinë e tij, gjitha se nuk ka gjë të bukur pa dashurinë për ta. Dhe etjen e tij për pikturën. Unë nuk e dija kur që Vaso kishte domethënë një dashuri për pikturën edhe se nga natyra është i tillë që vonë e ka njohur, po që nuk e ekspozon veten e tij, duke të është në natyrë, s'ke që më bëmë, sa janë të bindur të gjëra, punon e heshtje, flet, po flet dhe me heshtje në tij. Është një libër, i uroj një rrugë të mbarë akoma më këtë, sa i mendoj që do të shkoj akoma, se ka fuqi, edhe ka nisur një rrugë shumë të bukur, me vlera, për Vlorën dhe për Shqipërinë, rrëfen, sinqerisht, vlerat e tij, imazhet e tij, riformulimin e tij për jetën që shikon në për pikturat e Vlorës, përmes të cilave ai lexon dhe autorët.
është një aftësi e rrallë kjo për një kritik. Edhe kam biseduar shumë me Vason, kam folur shumë me të. Kështu që, Vason, ku je të shikojnë që fytyrën e të uroj gjithë të mirat edhe sukseset të mëtejshme, vazhdo punën me guxim të dalësh, të shkelësh për mbi barrat e këqija që i binë se cilit prej nesh, aq më tepër krijuesve, në shpirtin e tyre duhen shkullur ato tek kushdo jetojnë. Kjo është lufta me veten, është lufta me vështirë, të shkelësh mbi veten tënde, nëse ajo pjesa e keqe. Thot Planove apo Lunaçarski, thotë Dvojniku, kur flet për vetvrasjen e Majakovskit. Pjesa më e ligë që ka njeriu brenda vetes tij, ato që shpjegon shumë mirë Freudi dhe Jungu, ato të vrasin, ato duhen luftuar. Kjo është lufta drejt përsosjes morale të njeriut. Aq më tepër artisti që dhe shiko ka ndodhur çuditëra në art. Ka pasur artist që natyra atyre, natyrisht përgjithsisht bën dy jetë, jetën e artit edhe jetën fizike. Gënjeshtar në jetën fizike, unë po i flas hapur fare gjërat. Janë shpallur dhe kriminal, artistë mëdhenj, kam vetur një histori. Në art ai nuk ka dalë, nuk ka shfaqur asnjë lloj nga këto vese të këqija. Arti të zbulon komplet. Ai flasim për artistin e vërtet, nuk gënjen dot se ti zje shpirti nuk ka lidhje me arsyeën. Arsyeja nuk e di rrugën e shpirtit, edhe mos tyjnë këto. Megjithatë, Lashte Vaso të uroj gjithë suksese. Vaso vazhdo më tej, mos i dorë nga piktura edhe të jap një sugjerim nga ti mesin historike. Hyr pak më tepër në dimensionin shpirtëror aty ku qëndron e msheur e vërteta. Referoju shumë e vërteta nuk ulurin, nuk del në tribunë, nuk flet me zë të lartë, rrirë sheur, është pa dukshme. Thanasin e të një një dhe më përqeu biseda jo, do të më darsye, e di pse, ka të gjëmë dhe të tjera. Zakonisht, kur shkruajnë gjërat, hynë mendja. Hynë arsye. Arsyeja funksionon shkak pasojë, kjo është jeta. Ajo pjesa tjetër e shpirtit nuk një shkak pasojë. Ajo buron vetë, del. Bëre mirë që fole pa shkruar. Dhe gjërat bukura, të vërteta se unë pretendoj që e njoh mirë në ato. 10 vjeç vija të gjithë me pavuqet, ti jemi fjalë me pavuqet, çdo më thënë. Pavuqet janë ato që iknin lundrat, shkopin të gjatë, kam luftuar deri kur kanë qenë kanalet. Kështu që kam kujtime të mëdha për natën, në kjo duket që jetu për fshatin kanë qenë, ishte i vetmi fshat që vesh në këmbë nga Vlora, dhe prandaj kisha një rrugë gjithë të madhe, edhe akoma. Universitetit Vlora, kështu është Berti? Po, kemi qenë bashkë me profesor Berti. Nuk e diskutoj që juve do shkoni në të gjitha fshatat, po nuk do ta kenë mundësinë të gjitha fshatat të kenë këtë aftësi piktorët të futen në detaje siç është vetë fshati i Nartës, bravo. Do kenë diçka tjetër. Por vlera e këtij takimi qëndron pikërisht tek ura lidhëse që bën profesor Vasua nëpërmjet kujtesës edhe artit. Kjo është vlera më e madhe për cilën unë e uroj, të falenderoj, sepse me të vërtet një intelektual që unë kam kënaqësi dhe kur pi kafe, se mësojmë, ju uroj të gjithë dhe të suksesa dhe sidomos juve që keni marrë këtë nisëm. Diçka e mirë menduar, që promovon vlerat jo vetëm të një fshati, po promovon vlerat në një krajinë të Vlorës, për një krajinë më gjerë kështu. Dhe këto janë gjëra të mira, sepse në rastin konkret Narta nuk është vetëm ka pas mendimin atëre që janë grekta. Jo, Narta ka qenë një urë lidhëse midis Greqisë dhe Shqipërisë. Ne kemi qenë shumë afër Vlorës dhe kemi dashur shumë Vlorën. Ka qenë vërtet një urë lidhëse. Dhe duhet jetë kështu. Nuk ka pse të bëhet njëri xheloz. Të gjithë duhet ta ndjejnë veten mirë kur bëjmë diçka të mirë. Për një fshat, për një qytet, për një krajinë. Këto ishin ndjesitë e mia për këtë takim. Mund të flasim shumë gjëra pastaj. Unë kam trajtuar fshatin tim përmes pikturës.
Jo përmes historisë, geografisë, sa e kërkon një angazhim shumë të madh të futesh në arkiva, të futesh në kështu. Jo, kam pas një këndvështrim timin, për më tepër që duke qenë mik i shumë piktore, duke pas një koleksion të pasur, kjo më ka lejuar të shkruaj. Ma dhe kultura përgjithshme që kam, më lejon që të shprehem në mënyrë që lexuesi i mundshëm i librave të mi të mos bezdisen, po t'i pëlqej. Kaq sa kam arritur, pastaj lexuesi e thot më mirët. Dhe diçka, një profesore Aurelën, Po, në kuptasën e saj shpjegoj shumë gjëra për natën. po. E çfarë do them unë për natën? Kam shkruar kaq shumë gjëra aty sa që në fund apo në fillim i dhash Aurelës një simbol të nartës që unë e kam shumë për zemër. I dhash një vezë peshku. Unë kam provuar, kam shkruar aty në libër, vezë peshku nga Karavastaja, nga Orikumi, nga Butrinti, nga disa krajinat Greqisë, nga Sardenja, nga Sardenja. Kam provuar havjar të kuq, havjar të zi, lloj. Po si vezë peshku të nartës nuk ka. Dhe unë nuk rri dot pa të, e kam gjithmonë, më sjellin vëllezër të gjej, më sillin miq, se din që kam dobësi. Dhe unë i nderoj miqtë e mi, nderi më i madh që u bëj është kur u dhuroj një vezë peshku, i kam dhënë Agim Sulës një 2 herë. Agim Sula është i njohur ndërkombëtarisht. Më thot mua dhe qesha i jap vezë peshku. Ky është vlerësimi më i madh që bëj unë.